ambientet e teatrit Andon Zako Çajupi në Korçë u mbajt mbrëmjen e 21 marsit koncerti Dritat dhe hijet, një aktivitet që solli për publikun një ndërthurje të muzikës klasike dhe asaj moderne. 4 artistë të rinj, Nikola Kondakçi, Sonja Hoxhallari, Flobenz Zyma dhe Ejona Nako, interpretuan në skenë një repertor të pasur, duke nisur nga kuarteti i njohur i Franz Schubert e deri tek një homazh për grupin legjendar Queen. Publiku korçar e mirëpriti këtë mbrëmje artistike, e cila kërkon një nivel të lartë bashkëpunimi dhe ndjeshmërie mes instrumentistëve. Vetë artistët e konsiderojnë këtë koncert si një sfidë për shkak të kompleksitetit të veprave dhe formacionit të kuartetit, që kërkon një harmoni të plotë mes interpretuesve. Nikola Kondakçi, artisti korçar i cili luan në violin, tregon se koncerti i zhvilluar ishte një risi dhe sfidë më vete, ndërsa rikthimi në skemën e vendlindjes mban emocione të forta për të. Dhe si shkoi kjo mbrëmje, publiku ju ka shoqëruar me duar tërhiqje, ju kanë filmuar gjithkohën për të mbajtur kujtime të bukura nga kjo. Po, shpresoj të ketë shkuar kaq mirë sa që po e përshkruani dhe ju. U munduam të sjellim një risi të themi, sepse për këtë formacion të sjellësh këto vepra të themi është shumë e vështirë, pasi kërkojnë një fuzion shumë të madh, edhe është një sfidë të themi. Shpresoj që ka shkuar çdo gjë shumë mirë. Si u ndjet zotë shumë të pasur. Po, më thuaj. S'ka problem. Shumë të pasur e kishim, po. Çfarë përmbante ky repertor dhe të gjitha. Çdo gjë që përmban muzika është një nga kuartetet më të bukura dhe ndoshta më e vështirë i shkruar ndonjëherë. Si do të vlerësoni publikun korçar, duke qenë se nuk është hera e parë që ju interpretoni në këtë teatr? E kam thënë edhe përpara, të luash në vendlindje është skena më e vështirë. Skena më e vështirë realisht, po. Publiku ndoshta me kalimin e kohës do jetë akoma dhe më i mirë, po i mirë është, sidoqoftë i mirë është. Përtej vështirësive teknike, koncerti solli edhe një frym bashkëpunimi dhe miqësie mes artistëve, të cilët për herë të parë u ngjitën së bashku në skenë si një kuartet i plot. Ejona Nako, artistja e cila luan në violoncel, tregon se për të është hera e parë që luan me kolegët e saj në një kuartet në qytetin e Korçës, ndërsa shprehet e kënaqur për mikpritjen e publikut korçar. si u ndjet sot? Po shumë mirë, ishte shumë mbrëmje emocionuese, me një repertor shumë të veçantë. Ne njemi për kohësh, është hera parë që luajmë bashkë të katërt, dhe ishte kënaqësi shumë e madhe për të katërt, besoj. Ka qenë e vështirë të koordinoheni me njëri tjetrin në këto pjesë të përzgjedhura, duke qenë se Kur gjendesh kur gjendesh mirë edhe nga ana miqësore dhe nga ana profesionale, është shumë kollaj pastaj për të bashkuar. Ne punojmë në të njëjtin vend, kështu që ishit interpretuar herë tjetër në Korçë apo ishte hera e parë? kemi interpretuar po veç e veç, jo të katërt si kuartet. Unë kam qenë 2-3 herë me formacione të ndryshme, jam kënaqur goxha. Koncerti Dritat dhe hijet vjen si një tjetër përpjekje për të pasuruar jetën kulturore në Korçë, duke sjellë për publikun jo vetëm repertor të zgjedhur, por edhe emocione të veçanta artistike. Mbrëmje si kjo dëshmojnë se Korça vijon të mbetet një nga qendrat më të rëndësishme të artit në vend, ku talenti i artistëve të rinj dhe repertorët sirësor gjejnë gjithmonë një publik vlerësues.